sepse ju keni parë kohëve të fundit që vetëvendosja sulmin kryesor ka ndaj LDK-s dhe elektoratit të LDK-s, sepse LDK-ja ka një elektorat që lëviz, nuk ka problem, ajo në zgjedhje mund të ndryshoj qëndrimin. Prandaj edhe për LDK-ja që ka qenë synim i Kurtit për ta marrë në vetëvendosje, kështu indirekt e ka sulmuar LDK-n duke ja marrë partnerin kryesor dhe tradicional, sepse dihet që për LDK-ja gjithmonë historikisht ka qenë partner i LDK-s dhe asnjëherë partner i vetëvendosjes. Pyetjes tjetër që the për a kanë ndihmon zgjedhjet lokale në zgjedhjet nacionale, janë zgjedhje të ndryshme, nuk dallojnë shumë njëra prej tjetrës, ndonse komuna që ka fituar secila parti mund të japë një mbështetje për partinë e vet tash në këto zgjedhje nacionale, për shembull për zonë vetëvendosjen mund ta mbështet Fushë Kosova që se ka pas më herët, për shkak se ai përbreza e dim si ka funksionuar dhe si ka fituar zgjedhjet dhe me ato punësime mund ta ndihmojnë në nivel qendror. Përndryshe parti tjera po mendoj që nuk ka me pas ndonjë ndikim shumë të madh këtu zgjedhjet lokale me këto nacionale.